Pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës certifikoi të njëjtën rezultatet përfundimtare të parlamentarëve të nënshkurtit, presidenti Vjosa Osmani konfirmoi se në zyrën e saj kishte mbërritur shkresa përkatëse KQZ-s, ndërsa theksoi se së shpejti do të bëjë të ditur datën kur do të konstituohet kuvendi i ri. Ka një afat prej 30 ditësh për thirrjen e seancës konstituive, çka do të bëhet brenda afatit kushtetues. Për momentin nuk mund t'ju jap një datë, sepse dua të jem saktë, mirë, por shumë shpejt do ta kemi edhe datë. Ndërsa lëvizja vetëvendosje në pushtet, e cila ka dalë forcë e parë në zgjedhje, por pa fituar mjaftueshëm vota për të patur të drejtën për krijimin e qeverisë së re të vendit, është shprehur më parë se do të priset certifikimin, por edhe konstituimin e kuvendit për nisjen e negociatave për një qeveri koalicioni. Bedri Hamza, kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike, që doli forcë e dytë, bëri me dije se partia e tij ishte në bisedime me LDK-n, AK-n dhe Nismën Social-Demokrate për koalicionin qeveritar, por ndërkohë vetë nuk u shpreh kundër bisedimeve me lëvizjen vetëvendosje. Edhe këto vijat e kuqe nuk është që i preferoj. Për shkak të bindjeve politike, për shkak të koncepteve, është gjithmonë, më thonë, për mu është e preferueshme krijimi i qeverisë me lidhjen demokratike të Kosovës dhe parti tjera të cilat kanë ulse në kuvendin e Republikës të Kosovës. Hamza ndërkohë dorëzoi një ditë më parë kërkesën e tij në KQZ për të hequr dorë nga mandati i deputetit, pasi preferon që për momentin të jetë kryetari i komunës së Mitrovicës, edhe pse kanë mbetur pak muaj deri në përfundimin e mandatit të tij në atë post.